vest keq, edhe po e kritikon të ashpër. S'ka vlerë. Pra, ndrysho rezultate. Mos kërko defekte, probleme ke familje. Fillon rregullove rezultate. E vetë rregullohet ashtu si shta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha silluni mirë në familje tuja, dhe unë jam më i mirë në familjen time. Kërkoni falje Zotit Gjelle Gjelaluhu. Lutja të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja mësoi Aishës, Allahu e mëshiroft, ishte Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna, apo fa'fu anni. O Zot, je falës, e don falje, më falë. O Zot, e don falje, je falës, më falë. Nëse lutesh për pjesëtar të familjes, na falë ne. Sa herë? 1.000 herë, 50.000 herë, sa që të thahet goja. Sa që me lekë të Zotit të vend dhe të shmojnë për para Allahut se si e gjetën një rob natën e Kadrit. E si të gjetën duke adhuru, duke këndo Kur'an, duke kërku falje Zotit, duke i po mirë njerëzve. Edhe ato thotë që ndrojnë deri në sabah me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Selamun i e khata me atë lejnë feshë. Dhe në këtë natë ka paqe, edhe ata urojnë paqe, edhe ata mbjellin paqe, deri në sabah. Pra sa po theret e zani i sabahut, edhe me lajket mos të largohen. Zinjët edhe tjerit band hije nga nomri i madh i melekëve në natën e Kadrit. Si ta qëlloj? A duhet me ngulmu për me gjetë? Ja. Nuk duhet ngulmu, po duhet adhuru. Pra ata zemë, nëse njëri përqendrohet, edhe thot unë ka marrë vetëm për natën e Kadrit, jo të vesh për Allahun Gjelle Gjelaluhu. Se nata e Kadrit është e Allahut. Natën e Kadrit e rriti, e nderoj Allahun Gjelle Gjelaluhu me zbritin e Kur'anit.